është shumë e domosdoshme kjo, financimet. Pse një parti nuk bën transparencën e parave që merr gjatë fushatës elektorale. Nga vijnë këto para? Pra janë pikpyetje shumë të mëdha. Pra pak a shumë këto janë ato pikat që ne kemi kërkuar. Mundësinë për listat pavarura, sidomos në zgjedhjet vendore, ku një listë e pavarur qytetare mund të marrë pjesë, nuk ka nevojë që të dali me një kandidat për kryetar partije, për kryetar bashkie, më falni. Por mund dali thjesht me një listë për Këshillin Bashkiak. Pra, këto gjëra rregullime, të cilat janë të domosdoshme për marrëvajtjen e qeverisjes si nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. Qëndrojmë pak këtu, zoti Elezi, kjo është interesante. Kisha 2-3 pyetje të shkurtra. Një e para që më ngacmon është fakti që polarizimi në Shqipëri, polarizimi politik, ndoshta artificial, si kundër ju e thoni me drejt, e ka mbajtur peng të vend, por është i pashpjegueshëm të huajve. Për shembull, para një viti e gjysmë kam qenë në një projekt ballkanik ku diskutonin polarizimet, unë drejtoja grupi për Shqipërinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe natyrisht, siç kundër ju e thatë me të drejtë, nga rasti i Serbisë, në të Bosnjës, nga Malizi, në Maqedoninë e Veriut, shkaqet të polarizim kanë të bëjnë me përkimet e vijave etnike, kanë të bëjnë me natyrisht religioze, e tjera me radhë, të cilat kanë çuar pastaj në farkëtime politike dhe në realitete kushtetuese shpesh herë të vështira për të përmbajtur demonët politik, po e them pak në mënyrë metaforike. Ndërkohë që në Shqipëri, megjithëse nuk ekzistojnë ndarje të tilla, janë ndarjet politike, sinoret politike, të cilat bënin që parlamenti për shkak të ishte 5 muaj të bllokuar në legjislaturën e kaluar. Ndërkohë që kemi prapë një parlament disfunksional tani që po flasim, megjithëse mund të jenë shtuar dhe faktor të tjerë politik. Pra mendoni që ju e keni gjetur themrën e Akilit që kundër ju e në kuptuat dhe kjo që ju po bëni është gjetja e levës Arkimedit për të zhvendosur sistemin drejt një sistemi tjetër dhe sa sukses mendoni se mund të ketë kjo nismë? Ne besojmë që kjo është një pjesë e vogël, siç e theksuat edhe ju. Ka një mori faktorësh dhe aktorësh në Shqipëri që kanë çuar në këtë situatë që ne jemi sot. Por ky është ajo pika, po të shohim edhe kriteret e Kopenhagenit, të cilat janë shumë të rëndësishme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Pika e parë ka të bëjë me çfarë? Me zgjedhjet. Pra demokracia, nga fillon demokracia, nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pra nuk është ndonjë shpikje që kemi bërë ne. Ne thjesht po kërkojmë të marrim një model i cili aplikohet, nuk po marr shembull Italinë, Spanjën, Gjermaninë, Danimarkën. Aplikohet tek vendet që janë fshije me ne, që është Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, Bosnjë Hercegovina, që deri para një viti më parë nuk dija do vazhdonte të ekzistonte sepse ishte Milorad Dodik, që mos t'i hyjmë asaj historie. Pra, janë gjërat shumë të thjeshta që duan vullnet politik. Megjithatë, kjo më çon të pyetja e radhës. Kërkesa të tilla si këto që keni artikuluar ju, i kanë artikuluar edhe faktorë dhe aktorë të tjerë gjatë kësaj kohe. Çfarë ju pengon që të bëni? Për shembull, di që ka 2 iniciativa, madje edhe në këtë studio ka përmendur zoti Lapaj, që Shqipëria bëhet për të mbledhur për të 2 referendume, më falni, për të mbledhur 2 firma, rreth 20.000 plus firma, për 2 iniciativa të ngjashme, ku njëra ka të bëjë me referendumet e tjetra ka të bëjë pikërisht me ato që ju përmendët. Ka pasaj një iniciativë të forumit për dialog politik, thotë që na zoti Asimja, e cila njëkohësisht rakordon me shumë nga pikat që ju përmendët, pra proporcional kombëtar me lista të hapura, ata flasin për proporcional kombëtar, natyrisht dhe propozimi i tyre do të shkojë nëpërmjet opozitës politike. Ndërkohë që zoti Rama ka vendosur një kushtozim për uljen e numrit deputetëve përmes zotit Gjiknuri. Pra, nëse ju faktorët, të themi shoqëritë civile, do beshit bashkë me faktorët politik, opozitar, ndoshta do të ishte më lehtë për të jetëzuar këto ndryshime në kodin zgjedhor dhe pse jo dhe ndryshime kushtetuese. Po përmend zotin Asimja, i cili ka qenë i ftuar dhe ka marrë pjesë në takimet tona. Ne që në momentet e para kemi preferuar që të mos shkojmë mas partive politike. Mund të jetë rruga më e vështirë, por besojmë që është rruga më e mirë. Janë këto parti politike që të dy krahët, të cilat në mendimin tonë e kanë dërguar Shqipërinë në këtë situatë që është sot. Dhe kjo është arsyeja sepse ne nuk preferojmë që
të shpenzojmë energjitë tona për të mbledhur 20.000 firma, për ta dërguar në parlament, por nuk jemi në gjendje, nuk duam, pra që siç e thash edhe një herë, që ne ata çojmë këtë nisëm me partitë politike. Atje në votim në parlament pastaj partitë politike të tregojnë se në cilin krah janë. Edhe për rastin e zotit Lapaj, ne i kemi ftuar edhe partinë e zotit Lapaj. Ne mos gaboj në takimin ton të parë, ka qenë një pjesëtar i partisë së tij, ka qenë në këtë nisëm, në këtë tavolinë pra. Pra nuk kemi që ne do e bëjmë ne vetëm. Ne jemi për të gjithë, kanë qenë të ftuar gjithë, edhe kur erdhi momenti i firmosjes pra të nismës për ta dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i bëm thirrje përsëri gjithë aktorëve, u bëm vetëm 10 veta, por ne besojmë që duhet ta vazhdojmë, nuk ka pse